Siç lexuam tek Mikea kapitulli 4, neve pam që Mikea po thret vëmendjen njerëzve të asaj kohe se çfarë do të ndodhte. Kapitujt e parë të Mikeas lajmërojnë për mëkatin edhe për dënimin që ata i priste për shkak të mëkatit të tyre. Por gjithashtu tek kapitulli 4, Mikea sjell le të themi një si lloj shprese që njerëzit do të merrnin dhe do të kishnin për shkak se Zoti do t'i sillte atyre shpresë. Gjatë gjithë kohës, Zoti po thotë, juve u që mësuar luftë, u që dhënë shpata, u që dhënë shtiza, që ju të shkoni dhe të luftoni. Në fakt, fiset e atëhershme, fëmijët ose djemtë e tyre ata që fëmijë ata i trajnonin për të luftuar. Kishin një kohë të caktuar. Nuk kishte, domethënë, siç le të themi ishte si një lloj shkas shkollës së tyre që ata bënin, kush kishte mundësi që edhe që të lexonin e kështu me radhë, ata e kishin dhe si detyrim që të mësonin edhe për të luftuar, edhe që të ushtroheshin për ditë. Zoti këtu te kapitulli 4 po i thot pikërisht këtë gjë. 4 gjëra interesante që neve vëmë re këtu është liria nga ignoranca. U thot, unë do t'ju mësoj juve rrugët e mia, thot Zoti. Lirin nga lufta. Ju nuk do të mësoni më, thot Zoti, për të luftuar. Pra nuk do të jetë më e nevojshme një tillë. Liri nga dëshirat, nga ato secili thot do të ulet në vreshtin e tij dhe në fikun e tij, pra do të ketë me bollëk. Lirin nga frika. Askush nuk do t'i friksojë më ata. Po të shikosh kapitullin 4, që neve sapo lexuam dhe do të lexojmë përsëri 4 vargjet e para, ne shikojmë një lloj ngjashmërie të njëjtë me mësimet e Jezusit. Jezusi i mëson dishepujt e tij kundra rrymës, kundra kulturës, edhe të sotshme. Ne themi po të qelloj, ngjitja. Kurse Jezusi thot po të qelloj në një faqe kthej tjetër. Po të mori xhaketën, jepi dhe tunikën, jepi dhe çantën tënde. Ne nuk arrim dot t'i gjykojmë këto gjëra, nuk arrim dot t'i konceptojmë këto gjëra. Ktheje të mirën tënde, më falni, ktheje atë ligën që të bën, që të shkakton me të mirë. Lexojmë së bashku tek Mikea. Por në kohët e fundit do të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet përmbi kodrat dhe aty do të vinë kokë. Do të vinë shumë kombe dhe do të thonë, eja të ngjitemi në malin e Zotit dhe në shtëpinë e Perëndisë të Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij, pra, që liria nga ignoranca. Dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Ai do të jetë gjyqtari midis shumë popujve dhe do të jetë arbitri midis shumë kombeve të fuqishme dhe të larta. Me shpatat e tyre do të farkojnë plore dhe me ushtat e tyre traprinj. Një kom nuk do të ngrejë më shpatën kundër tjetrit dhe nuk do të stërviten prapër luftë. Liri në luftë. Do të ulen secili në nardinë e vet, pra liri që të paturit në bollëk. Dhe askush nuk do t'i trëmbë, sepse goja e Zotit të ushtrive foli, pra nuk do të kenë frikë. Ndërsa tërë popujt ecin secili në emër të Zotit të vet, ne do të ecim në emër të Zotit Perëndis tonë për jetë. Amen. Pra, vëmë re që në fillim këtu te kapitulli 4, Mikea po i thret vëmendjen njerëzve pikërisht për këtë gjë. Edhe Jezusi këtë thot. Tek Mateu ai thotë ejani o ju të lodhur o të rrastëpitur, tek unë do të gjeni prekje. Ne përsëri lodhemi dhe shqetësohemi. Di, është e vështirë për gjithë secilin prej nesh, kur ka një problem apo kur ka një shqetësim, ajo shkret mendja si themi ne aty rri, nuk shkon që kundi tjetër. Edhe gjua shkon atje ku dhëndi. Pra ndërsa do të mësohet për mbretërinë e lashtë të Izraelit, shpesh që kishte luftra, por Zoti thotë jo. Mbretëria që Jezusi premton është mbretëria shpirtërore që ai thotë dhe juve do të trajnoheni për këtë gjë. Pra, për të ndarë fjalën, kurse ne kemi ndryshe. Po ta vëmë re një nga cilësitë ose një nga llojet e reagimeve që gjithsecili natyra njerëzore ka. Për shembull, hakmarrës, nëse dikush na ofendon neve në mendjen e vetë hakmarrë. Edhe kemi shumë të vështirë që po mirë ai më bëri keq, po mirë ai filloi pari, si thon fëmijët. Mbrojtje, pra vetë mbrojtje, në momentin që ti e shikon që dikush sulmon ti merr pozicionin mbrojtës, rezistencë pasive. Kur dikush është duke vepruar, ti përsëri nuk, domethënë që kemi rastin kur është dikush që sulmon dikë tjetër, ne themi nuk është puna ime, nuk është detyra ime, nuk më dërhyj. Ose bëhemi të padobishëm, nuk na intereson, nuk është në dorën tonë, nuk është për ne. Pik, nuk më prek mua.
Po ta vëmë re, Jezusi mësoi komplet ndryshe. Po të konsiderosh fjalët e Jezusit që thot tek Luka, kapitulli 6, vargjet 27 dhe 31. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, ti doni armiqtë tuaj. U bëni të mirë atyre që urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Nëse dikush të bie në njërin faqe, kthejeni edhe tjetrën. Dhe atij që merr mantelin, mos e pengo të marr edhe tunikën. E keni vënë re në situata të ndryshme ku keni qenë, le të themi, në buzë për të, ose gati për të derdhur atë zemërimin tuaj, por ti ja ke kthyer me të mirë, edhe më vonë ka ardhur ka falenderuar dhe ka kërkuar falje dhe ti thua wow. Ose momentet e tjera kur ti qëndron konstant i qëndrueshëm, pra i vazhdueshëm me sjelljen tënde, edhe njerëzit që të bëjnë me gisht për mirë dhe thonë lere se është njëri mirë, nuk i bie njëri më qafë, nuk di ai bëj keq. Edhe çuditërisht kur shkon edhe kërkon një ndihmë ose një diçka, të hapet rruga. Janë këto momente të vogla që ne kemi nevojë ta falenderojmë Zotin për këto gjëra, sepse sjellja e vazhdueshme sjell të gjëra. Jezusi mëson mënyrën për të përballur me konfliktin dhe përgjigjemi ne, natyra jon njerëzore, si përgjigjemi lehtësisë me abuzim, por jo. Duke përdorur sjelljen tonë të mirë në mënyrë që në kthim për ofendimin që na bë. Pra të jesh ndryshe nga mëkatarët është e vështirë, vargjet 32 dhe 34. Por po ti doni ata që ju duan, çirë keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni të mirë atyre që ju bëjnë mirë, çirë keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni t'ju a kthejnë, çirë keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve të marrin përsëri. Pra ne, natyra njerëzore është ti tregoj mirësi vetëm shokëve, të sillesh kundra ose keq ndaj armiqve, hakmarrje, kërkosh mbrojtje, por Jezusi na thotë më shumë, të dyve, edhe atyre që do sillen keq. Është e vështirë, por ne na kërkohet sepse ne jemi pjesë të mbretërisë shpirtërore të Perëndisë. Edhe Perëndia na ka zgjedhur ne në momentin që jemi pa gëzuar duke na dhënë dhuratën e frymës së shenjtë, që të kemi këtë lloj bekimi kaq të madh. Perëndia pret që neve të demonstrojmë mëshirën si pjesë të mbretërisë shpirtërore. Ne Perëndia na kërkon që ta mundim të keqen. Po të shkojmë së bashku tek Romakët kapitulli 12 vargu 21. Mos u mundi nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën, thot Pali. Pali e mësoi këtë gjë. Pra nëse përgjigjemi të keqes me mëshirë dhe me errësirë, ka më shumë të ngjarë të reagojmë në këtë mënyrë. Pra duke vazhduar të qëndrojmë të tillë. Si mund ta mundim neve të keqen dhe të ndryshojmë personin, që është që na bën të keqen. Nëse reagojmë me zemërim, sulmojmë, por nëse neve e kthejmë me të mirë, atëherë edhe personi mund edhe të ndryshojë, mund edhe të kërkojë falje, por ka dhe njerëz që nuk ndryshojnë, nuk heqin dorë nga e keqja atyre. Por duke reaguar në të njëjtën mënyrë siç ata reagojnë, ne vetëm konfirmojmë pikpamjen e tyre, që ne jemi ose kur kërkojmë të largohemi nga të tilla raste, frikacakt ose të dobët. Ka të ngjarë, pra, duke mundur të keqen me të mirë, që personi që vepron dhe sillet keq mund edhe të ndryshojë, edhe të kërkojë Zotin. Ka një histori interesante. Një Kim Jong-un nga Korea e Veriut, ishte midis Koresë së Veriut e Koresë së Jugut, ka parë 2000 njerëz nga 20.000 njerëz në ishullin, ishte një ishull me emrin Tsunam, të vrarë nga komunistët. Ata çuan familjen e tij në një vend ku kishin mbledhur 160 njerëz nga 2 fshatra për të rrafur të krishterë. Atje babai dhe gruaja Kimit u rranë deri në vdekje. Dhe Kimi menduan që menduan që ishte vdiq. Por ai e mori veten dhe kërkoi strehim në shtëpinë e një të njohurit. Por ai dorëzoi atë komunistëve. Vetëm aty tek ishulli, vetëm shfaqja e një anije që erdhi aty, anije amerikane, në breg të ishullit, e shpëtoi atë kësaj radhe, sepse të gjithë ushtarët komunistët pra shkuan që të luftonin me anijen, me ata që po vinin të sulmonin. Ai shpëtoi, Kimi, u fshe në fshat derisa ushtria e Koresë së Jugut erdhi dhe e mori në zotërim ishull. Komunistët që kishin vrarë gruan dhe baban e tij u arrestuan, i kapën rob. Për shkak se ishte kohë lufte, shefi i policisë i asaj kohe kishte autoritet t'i ekzekutonte ata pa gjyq. Por ndërsa shefi ishte duke përgatitur t'i vriste burrat, Kimi i kërkoi shefit të policisë që t'i mëshironte ata.
i tha fali, të lutem. Edhe u shpreh, ata ishin të detyruar që të vrisnin njerëz, u detyruan nga të tjerët, nga eprorët e tyre. Dhe shefi i policisë u çudit shumë dhe tha, ore, je rregull? Ishte familja jote që diqë ti. Pse tani kërkon jetën e tyre të shpëtoj? Kemi përgjigj qetësisht, sepse Zoti im dhe të cilit i shërbej do të donte që unë t'u tregoj mëshirë aty. Nëse dikush do të shprehesh në këtë mënyrë, nuk është rregull. Komunistëve u shpëtua jeta për shkak të dëshirës dhe kërkesës së Kimit. Lajmet për veprimin e tij, lajmi u ndash shumë shpejt ndër tek njerëzit e komunistëve dhe të gjithë ata e morën vesh për shkak të Kimit, ata u shpëtuan. Kimi pastaj vendosi më vonë që të shkonte në mal, aty ku ishin komunistët, që t'i predikonte atyre ungjillit. Dhe komunistët që fshiheshin atje nuk e vranën. Por shumica e komunistëve ban që ta dëgjonin predikimin e Kimit. Dhe kur Kimi u largua nga ishulli, aty u bë një kishë e fuqishme me 108 antar. Imagjino, në një vend komunist. Mase neve nuk do na mund të kërkohet kur të shfaqim fuqinë e përgjigjes ndaj së keqes më të mirë në një mënyrë kaq të jashtëzakonshme sa Kimi. Por mund të fillojmë në mënyrën se si reagojmë ndaj abuzimeve personaleve që shpesh marrim nga të tjerë. Ne mund të reagojmë ndaj trajtimit keq, edhe në një shkallë më të vogël, me vullnet të mirë dhe aktiv. Të tregojmë se jemi të ndryshëm nga mëkatarët, duke demonstruar se po përpiqemi të jemi bij e Perëndisë, me shumë gjasa për të mposhtur të keqen dhe për të kthyer mëkatarin tek Perëndia. Reagimi ndaj së keqes me vullnet të mirë nuk e kthen gjithmonë keqbërësin. Ne e dim dhe histori të tilla që ata më bën akoma më të këqij. Jezusi u kryqëzua në kryq duke duruar armiqsinë nga mëkatarët. Imagjinoni, Jezusi përpara se të kryqëzohej shkoi në mal dhe u lut gjithë natën. Edhe aty thuhet që ai edhe djersa që po i dilte gjatë. Nuk e di a mund të dalë e tillë, po i dilte gjatë. Dhe ju lut Zotit dhe tha, lutem o Zot, hiqe largoj këtë kufë prej meje. Por pastaj tha, o Zot, nëse kjo është çfarë ti dëshiron, nëse ky është vullneti yt u bë. Edhe Jezusi nuk e kishte të lehtë. Edhe ne mund mos e kemi të lehtë, por besoj që ne do të shkojmë deri në kryq. Janë disa mendime që ne mund t'i konsiderojmë. Neve na kërkohet gjithashtu që edhe qeverisë që bindemi, sepse Zoti i ka vendosur ata në krye për të ndëshkuar keqbërës. Sa herë pra që ne tregojmë mëshirë ose vullnet mirë, në përgjigje së keqes ne përmbushim një nga premtimet e shumta të epokës mesianike, por gjithashtu edhe premtimin ton personal që kemi bërë ndaj Perëndisë. Duke folur për mëshirën, a mendoni që a e keni pranuar Zotin, a keni pranuar kërkesën e Zotit që ne të tregojmë të mëshirshëm, që ne t'i kërkojmë Zotit falje, që ne të bëhemi pjesë të mbretërisë së Perëndisë? Me këto pyetje dëshiroj që ta mbyll mësimin dhe t'ju le që të mendoni. Por ndërsa neve pikërisht mendojmë për këto gjëra, le të mendojmë që Perëndia është një Perëndi i mëshirshëm dhe i hijshëm për gjithë secilin prej nesh.